sjell data 20. Data 20, miqtë e mi të dashur, duket se formon një trekëndësh me Neptunin në dash. Ky është një kënd që rrit dashurinë, punën, na bën më të ndikuar ndaj të ardhmes. Duhet të jemi të kujdesshëm ndaj prirjes dhe çështjeve të mëdha sepse dhe mund të kemi probleme nga e kaluara. Për njerëzit që kanë pasur probleme ose mund të shpërthejnë disa skandale, duhet të jemi të kujdesshëm. Gjithashtu, duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike, ka të bëjnë me disa ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha, por gjithashtu në çështjet që lidhen me punën aktuale ose udhëtimet, lidhet shumë me çështjet që kanë të bëjnë me shenjat e zjarrit, që është dashi, luani, Sagjitari, ose ata që kanë planete në këto shenja. Gjithashtu, ndikimi në të njëjtën ditë, sepse kemi shumë gjëra që ndikojnë në këtë ditë, kemi afërditën që formon një gjashtkëndësh me Uranin. Kjo sjell lajme të këndshme mbas orës 12 dhe 12:30, ku ndikon pozitivisht në shenjat e tokës dhe përkatësisht dëm dhe të ujit, përkatësisht dëm nga Fore, Virgjëresha, Akrep, Briçap dhe Peshqit të lindurit të dhjetit të dytë. Gjithashtu kemi Mërkurin në dash, që formon një gjashtkëndësh me Plutonin, që ky kënd është një kënd që përqendrohemi tek mundësitë e rëndësitë të veçanta mbas orës 14. Shikoj çfarë ndodh në njëjtën ditë, 4 indikime, 4 pozicione planetare që ndikojnë në këtë aspekt. Dhe kjo ndodh që ka bën me shenjat e zjarrit mbas orës 13:30, që do të thotë shenjat dash, luan, Shigjetar të ditës së parë ose ata që kanë planete në këto shenja.